Pavarësia është një gjendje një personi, kombi, vendi ose shteti në të cilin banorët dhe popullsia ose një pjesë e tyre ushtrojnë vetë qeverisje dhe zakonisht sovranitet mbi territorin e tyre. Për shekuj edhe Kosova luftoi të jetë e pavarur dhe sovrane. Mirë po këtë arriti vetëm me 17 shkurt 2008, kur në parlamentin e Kosovës aso kohe, si kryeministër i vendit Hashim Thaçi, e bëri shpalljen e pavarësisë së Kosovës si shtet më i ri në Evropë e botë. Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Në një mbledhje të jashtëzakonshme, ku merrnin pjesë 109 nga gjithsej 120 deputet, Kuvendi i Kosovës një zëri shpalli Kosovën shtet të pavarur, sovran dhe demokratik. Në poa ditë të shpalljes erdhi edhe njohja e parë. Ishte shteti i Kostarikës që njohi Kosovën si shtet të pavarur. Një ditë më pas erdhën edhe disa njohje të tjera si nga Amerika, Franca, Shqipëria, Turqia, Mbretëria e Bashkuar dhe Afganistani. Shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008 ishte kurorëzimi një rrugtimi të gjatë e të vështirë për qytetarët e Kosovës. Për vite me radhë, qytetarët e Kosovës vuajtën pasojat e spastrimit etnik nga regjimi serbi Slobodan Miloševićit, gjë e cila rezultoi me një luftë çlirimtare. Terminologjia e deklaratës thotë se pavarësia e Kosovës është e kufizuar në parimet e përcaktuara nga plani i Ahtisarit. Ajo i ndalon Kosovës të bashkohet me çfarëdo vendi tjetër, ofron vetëm kapacitete të kufizuara ushtarake, thotë se Kosova do të jetë nën mbikëqyrje ndërkombëtare dhe parashikon mbrojtjen e minoriteteve etnike. Versioni origjinal i papirusit të deklaratës është nënshkruar nga delegatët Poadit. Lidhshmëria e shpalljes së pavarësisë së Kosovës për një kohë ka qenë temë e diskutueshme. Serbia, duke kundërshtuar deklaratën e pavarësisë së Kosovës, kërkonte vlerësimin e vlefshmërisë ndërkombëtare dhe mbështetje për pozicionin e saj, gjoja se deklarata e pavarësisë së Kosovës ishte e paligjshme. Në vazhdën e kësaj acurie, në tetor të vitit 2008, Serbia kërkoi një opinion këshillues nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë. Më 22 korrik të vitit 2010, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë përmes një vendimi këshilldënës rikonfirmoi se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur asnjë ligj ndërkombëtar. Më 18 shkurt 2008, presidenca e BE-s njoftoi se pas një ditë bisedimësh të ashpra midis ministrave të jashtëm, vendosi që vendet anëtare të BE-s ishin të lira të vendosnin individualisht nëse do ta njohin pavarësinë e Kosovës. Shumica e shteteve anëtare të BE-s e kanë njohur Kosovën, pos Çipros, Greqisë, Rumanisë, Slovakisë dhe Spanjës që vazhdojnë të mos e njohin. Pas një kërkese nga Rusia, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbajti një sesion urgjent në pasditën e 17 shkurtit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, lëshoi një deklaratë asnjanëse duke kërkuar nga të gjitha palët të përmbahen nga çdo veprim i deklaratave që mund të rrezikojnë paqen, nxisin dhunën ose rrezikojnë sigurinë në Kosovë apo në rajon. Aktualisht Kosovën e ka njohur mbi 100 shtete e njohja e fundit ishte nga shteti i Izraelit me 1 shkurt 2021.